Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin të na falë gjunat dhe gabimet tona, dhe e lutim Allahun azza wa jall të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush mundësi ta devijojë nga rruga e drejtë përveç tij, dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e devijoi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, nuk ka mundësi askush ta rikthejë në udhëzim përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. O të rrotullues e zemrave tona, përqendroje zemrat tona në bindje ndaj Teje. O rrotullues e zemrave tona, përqendroj zemrat tona në fen tënde. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. O Allah, o Zoti ynë, na merr jetën si musliman dhe na bashko me të mirët. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zoti ynë, mos I devijo zemrat tona pasi udhëzove ato, dhe na jep nga vetja jote mëshirë. Na dhuro mëshirën tënde, se me të vërtet Ti je dhuruesi më I madh. Të dashur vëllezër, para se të filloj shpjegimin e librit, e kujtoj veten time dhe juve gjithashtu për frikën më të madhe që ne kemi në zemrat tona. Dhe ajo frikë është që të devijojmë nga rruga e drejtë para vdekjes. Askush prej nesh nuk e ka të sigurt përfundimin se si do jetë. Askush prej nesh nuk e di se në ç'gjendje do të vdesë. Askush prej nesh nuk e di se në ç'formë do të vdesë, në ç'gjendje do të vdesë. Prandaj besimtari I frikësohet gjithmonë gjendjes së keqe, përfundimit të keq. I kërkon Allahut të madhëruar gjithmonë ta ruaj nga përfundimi I keq dhe t'i japi husnul aqiba, husnul khatima, t'i japi përfundim të mirë. Të dashur vëllezër, jetojmë në kohë vështira, kur vërejmë musliman, praktikant, që pas një kohë lej namazin, nuk vinë xhami. Mund të shikojmë motra muslimane që dikur ka qenë mburuara, namaz false, më pas heqin shamin, lejnë namazin. Prandaj askush për nesh nuk e ka udhëzimin nga vetja e tij. Udhëzimi nuk është zotësi nga vetja jote. Është dhuratë dhunti nga Allahu I madhëruar. Udhëzimin që ke në zemër, dashurinë që ke për besimin dhe për punët e mira, e ke dhuratë nga Allahu azza wa jall. Dashurinë që ke për të ardhur në xhami, për të falur, dashurinë që ke për të agjëruar, mos mendo se e ke nga vetja jote, se je I zgjuar. Je I veçantë nga të tjerët. Është udhëzim. Është udhëzim nga Allahu azza wa jall. Falënderimi I takon Allahut që na udhëzoi. Mirësia më e madhe që Allahu na ka dhënë është udhëzimi në Islam. Dhe pastaj mirësia më e madhe është na mbajë në këtë rrugë deri në fund. Dhe të marrim shkaqet e forcimit në fe, në besim. Dhe t'i largohemi shkaqeve që na humbin nga rruga e drejtë. Kujdesemi për vetët tona rreth parë,
të kujdesi për familjet tona, për fëmijët tanë. Ndoshta ne, mosha mbi 40 ose 30 ca, e ka marrë atën, si thush, deri diku, po prapë themi nuk është sigur për askënd. Kemi marrë një lloj edukimi, një pjekuri, themi. Edhe pse sot po shikojmë që pjekuria po vonohet këtë disa. Po, të dashur vëllezër, çdo kush për nesh ka fëmijë. Dikush e ka në moshën 10 vjeçare, dikush 12, 13, 15. Uqërit që i rrethojnë këta fëmijë janë të shumë, të lloj-llojsh. Që duan t'i rrëmbejnë nga ne, nga familjet muslimane, islame, nga edukimi islam. Fëmijët tanë sot, në shoqërinë tonë, kanë një lloj sira, në arabisht, pra ka një lloj dy anë të ndryshme edukimi. Në familje ai merr edukimin e mirë islam nga prindrit, dhe nga jashtë ai shikon, vëren, dëgjon. Njerëz që e ftojnë tek diçka që është e kundërt. Epshet, nefsi që urdhon në të keqen ekziston ke çdo kush prej nesh. Shejtani mallkuar bën vetëm. Mendoj lehtësia atyre e moshës tyre, pa pjekuria bën vetëm. Nëse ai gjen jo ngrohtësi në familje tek prindrit, jo dashuri, jo seriozitet në zbatimin e fesë tek prindrit, nuk gjen shembull të mirë, nuk gjen gjithashtu përkujdesje nga prindrit, përkujdesje e cila është e mbushur me dashuri dhe mëshirë dhe keqardhje, atëherë ai mundet pra të devijoj në momentin e parë kur dikush e josh me diçka dhe gjërat që e joshin dhe tundojnë sot të rinën të shumta. Lëre më pastaj rrjetet sociale, telefoni, me internet, dhe ka sjell të keqën brenda shtëpisë, mund të veçohet njeriu në një dhomë, nëse ai nuk ka frikë Allahun, mund të bëjë shumë gjëra. Pra është një temë e cila mua më shqetësoi për gjëra që kam dëgjuar tani afër dhe më bëri që të flas para mësimit. Por se është një temë e cila duhet gjithmonë trajtohet dhe nuk është e lehtë. Është diçka që kërkon bashkëpunim. Familja brenda me njëri tjetrin, burri me gruan, nëna me babën, vllai i madh me motrën e madhe, për të veçdit e tjerë. Familja me xhamin, xhamia me familjen, me shkollën. Pra duhet të ketë, po ne gjendja jonë në Shqipëri e tillë është, po varet, nuk është që do të them për Shqipërinë, po kudo, çdo kush duhet të fillojë të japi zgjidhje problemit nga vetja, nga familja. Të dashur vëllezër, ne jemi në zinxhirin e mësimeve të shpjegimit të librit Tre Parimet, libër shumë i rëndësishëm për çdo njeri prej nesh. Tre Parimet, tre bazat të autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft. Folëm në herën e kaluar, përmendëm para se të hyjmë në Tre Parimet, që janë tre pyetje që do i bëhen personit në varr kur të futet, pyetje që do ja bëjnë dy engjëjt. Autori e nis shpjegimin e librit me sqarimin e 4 çështjeve, që janë detyrë të domosdoshme t'i di, t'i mësoj çdo besimtar, çdo musliman. Përmendëm çështjen e parë që është dija. Është dija e mësimit të fesë, të mësojmë bazat, parimet, detyrat që kemi në fen tonë. Çështja e dytë është, shkurtimisht po i përmend, të punojmë me këtë dije. Të punojmë me këtë dije. Çështja e tretë është t'i therasim të tjerët në atë që ne mësuam dhe punojmë me të. Dhe çështja e katërt është të durojmë në rrugën
që ne pranuam prej dijes, prej punës dhe prej thirrjes në të. Pra, të dorojmë në rrugëtimin ton e dijes, në rrugëtimin ton të dijes, të dorojmë në udhëtimin ton të zbatimit të kësaj dieje dhe të dorojmë në udhëtimin ton në thirrjen dhe ftesën të tjerëve në rrugën e drejtë. Të durojmë, sepse sikurse është e domosdoshme dija, kërkimi i dijes, mësimi, sikurse është i domosdoshëm më pas zbatimi i dijes, sepse dija nuk mësohet thjesht për t'u informuar, po mësohet për t'u zbatuar, për t'u jetësuar. Sikurse është i domosdoshme zbatimi i dijes, është i domosdoshëm thirrja në të, gjithashtu është e domosdoshme dhe detyrë të durojmë. Sepse gjatë kërkimit të dijes ka vështirësi. Gjatë zbatimit të dijes ka vështirësi. Ka sprova. Gjatë thirrjes dhe ftesës të tjerëve në këtë rrugë të vërtetë ka vështirësi, sprova, lëndime. Të gjitha këto kërkojnë durim. Të durojmë. Të frenojmë veten tonë, ta përmbajmë veten tonë në atë që Allahu ka caktuar. Thamë herën e kaluar në përkujtimin e durimit. Ç'është durimi? Të përmbajmë veten tonë në ato caktime që Allahu ka caktuar. Dhe mos të kalojmë këto caktime, por t'i pranojmë. Dhe thamë, caktimet e Allahut janë dy lloje. Caktime në krijim, në univers, dhe caktim në shariat. Caktim në univers kemi për qëllim, Allahu është i krijon, jep vdekjen, jep smundjen, shërimin. Allahu i madhëruar jep që pra zbret ujin nga qielli. Allahu është ai i cili bën që të mbi toka. Caktimi në krijim, me nen Allahu të vjen tërmeti, vulkanet, luftrat. Caktim në krijim. Para këtyre caktimeve, detyra jonë është të durojmë. Gjithashtu caktimet në shariat. Allah i madhëruar ka caktuar, ka ligjësuar, siç ka ligjësuar në krijim, pra ka vendosur një rregull, një caktim universal në krijimin e tij, një balancë, një ekuilibër, ashtu e ka bërë dhe fenë e tij, me rregulla dhe norma. Çfarë është e domosdoshme prej bazave, parimeve dhe detyrave, dhe çfarë janë plotësuese. Detyrë për ne është t'i përmbajmë gjithashtu caktimit të Allahut në shariat. Si? Duke duruar në mësimin e këtyre që Allahu ka caktuar në shariat, duke duruar në zbatimin e tyre, duke duruar në ftesën e të tjerëve në ato që ne mësuam për të vërtetës, kështu vazhdon besimtari deri në fund. I përmbahet durimit. Dhe durimi në kërkimin e dijes, dietarët thonë, i përmban të dy llojet e durimit. Dhe durimin në caktimin e Allahut si kader, i përgjithshëm në univers, në krijim, sepse gjatë kërkimit të dijes mund të hasësh varfëri, smundje, lodhje, fatkeqësi apo jo. Dhe ti duhet durosh në mënyrë që të mësosh. Dhe duke qenë dija një nga adhurimet që Allahu ka urdhëruar, atëherë gjithashtu është durim në caktimin e Allahut fetar, shariatik. Pra tek dija bashkohen të dy llojet e durimit. Cili është argumenti që autori përmend që tregon që këto katër çështje janë detyrë? Është një sure e shkurtër, shumë e rëndësishme, që gjithë ju e dini, shumë e bukur, një sure që sahabët gjithmonë kur ndaheshin nga njëri tjetri, pasi jepshin selamin,
dhe mbaron të biseda midis tyre, ata kënonin surën El-Asr. Surën El-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Pasha kohën. Është përthyer kohën. Sepse mendimi dietarëve se ç'është asri, cili është qëllimi në betimin e Allahut me asrin, ka disa mendime. Mendimi më i saktë është që asri është koha e fundit e ditës, pas ikindis para akşamit. Ka mendim që el-asri huwa ad-dahr, koha në përgjithësi. Kjo pjesë do sqaroj një rregull, cila është më parësore kur përkufizojnë disa terma fetar, në cilën përkufizim ne përkufizojmë gjuhësor, apo fetar, apo përkufizim tjetër të dikujt tjetri, të një shkencë tjetër, sociologjik, më parësor për çdo term që është fetar, edhe pse se çdo term ka një origjinë gjuhësore të gjuhës që i përket, ne japim kuptimin fetar. Çdo thot kuptimin fetar, atë që e ka kuptuar profeti alayhis salam dhe sahabët. Dhe nga fjalët e sahabëve në lidhje me termin el-asr, kanë pasur për qëllim çfarë? Fundin e ditës, nga pas ikindie deri në fund të ditës për akşam, perëndimin e diellit. Betohet në Allahu në krijesën, në kohën që e ka krijuar, dhe i lejohet vetëm Allahut betohet në krijesat. Nuk lejohet njerit betohet në çfarë? Pasha xhamin, pasha malin, e ku diun, pasha babën e nanën e vllajën. Lejohet? Jo. Është prej idhujtarisë, prej shirkut. Nga i vogël në të madh më të shkon. Pasha kohën, innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeriu është në humbje të qartë. Njeriu si njeri, si qenie, çdo kush do jetë në shkatërim, do jetë në humbje. Por se natyra e Kuranit nuk është që i lej gjërat për gjysmë. Pra, a do kishte kuptim, thosh Allahu azza wa jall, pasha kohën njeriu është në humbje, e mbyllesh ajeti ose mbyllesh surja? Illa alladhina, përveç atyre, atëherë tregon që njeriu do jetë në humbje, dhe në shkatërim, në devijim, në hutim, vetëm nëse ky njeri i përmbahet 4 cilësive, 4 kushteve, 4 kritereve. Kurani është i qartë. E kupton çdo kush. Nuk ka nevojë pra do në një shpjegim të fshehtë që e di vetëm hoxha ose di vetëm njerëzit, pra ata që janë gradë të lartë. S'ka të kene gradë të lartë, hoxha kupton Kuranin, të tjerë se kuptojnë. Jo, Kurani në origjinë kuptohet, është i qartë. Ka gjëra të cilat kanë nevojë të pyetet. Pasha kohën, me të vërtet, njeriu, çdo kush, do jetë në humbje, përveç atyre që besua. Nga fjala që besuan, illa alladhina amanu, përveç atyre që besuan, autori thot, nuk mundet ky besim të arrihet baza e tij, dhe as plotësimi i tij, vetëm me dije. Vetëm me dije. Atëherë është e detyrueshme të mësojmë, të nxejmë, të marrim, të përfitojmë. Dhe ky iman që kemi detyrë ta besojmë është në Kur'an dhe në Sunet, se si ne të besojmë dhe ku të besojmë. Dhe
Kërkohet prej nesh të mësojmë atë që Allahu ka zbritur. Dhe të mësojmë cilat janë detyrat, parimet e besimit tonë. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kriteri dytë është punuan. Çu ka ardhur punuan apo ka diçka tjetër pas punuan? Kush është persona jete? Punuan, vetëm kaq ka ardhur? Zën. Persona jete أو العصر إن الإنسان إلا الذين صالحات عملوا الصالحات. Nuk ka vetëm punuan. Po ti kush punuan? Punuan të mira. E mira në këtë jetë ka për qëllim ajo punë që është e sinqertë vetëm për Allahun dhe në përputhje me kë, me rrugën profetike, me sunet. Nëse një punë nuk ka ato dy kritere, nuk quhet punë e mirë. Nëse nuk është e sinqertë, që është nga më të rëndësishme, baza e bazave, dhe nëse nuk është në përputhje me rrugën profetike, ajo që është përmendur gjithashtu do dikushet në ajetin e fundit të surës Kahf, thuaj unë jam vetë njëri si kushtet dhe ju, mua më shpallet se Zoti juaj që meriton të adhurohet është një i vetëm, dhe kush shpreson takimin e Allahut, le të punoj punë të mirë, pra në përputhje me sunetin, dhe mos i shirë Allahut askënd në adhurim, pa të bëhet barabartë me Allahun e madhëruar. Salihat do të thotë punoj punë të mirë që kërkon shpërblimin e Allahut dhe shpërputhje me sunetin. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Dhe këshillohen midis njëri tjetrit ndërmjet vetes me të vërtetën, me të drejtën. Tawasaw e ka për qëllimin që ka bashkëveprim. Edhe unë e këshilloj vllajën dhe vllai më këshillon mua. Dhe ai që është poshtë këshillon atë që është lart, dhe ai lart atë poshtë. Pra ndërsjell, ka bashkë ndërsjell, veprim ndërsjell midis njëri tjetrit. Dhe feja është çfarë feja? Hadithi tjetër. Feja është këshill. Kjo është e bukur. Nasiha. Nasiha të thyrë këshill. Po, ka nga kuptimet e saj. Nasiha do thotë çiltërsi, dashamirësi për tjetrin. I do të mirën, sepse këshilla nuk del për ta ul tjetrin. E kapa. Dhe këshilloj ta ul ose ta zë ngushtë. Jo, s'e qëllimit. Këshilla vjen nga një zemër e çiltër dhe e pastër që i do të mirën tjetrit. Dhe kërkon që ai të ndryshojë për mirë. Shpreson. Ti ëndërron, ti do shumë që ai të ndryshojë për mirë. Dhe këshillon në mënyrë më të mirë. Dhe këshillohen me njëri tjetrin për të vërtetën. E vërteta është ajo që Allahu ka bërë detyrë. Nga më e rëndësishmja deri që është më pak e rëndësishme. Nga tauhidi i Allahut deri ajo që vjen më pas namaz e tjerë. Nga për shirkun, gjithashtu të tjerat që vijnë më pas. Ne këshillohen. Kush këshillohet, shtohet dashuria dhe vllazëria. Aty ku lihet këshilla, futet përçarje. Futet urrejtje, armiqësie. Me argumente. Ka edhe kuranore të tjerë që tregojnë që kur qëndron dhe mbështeron këshilla me të mirë, dashuria shtohet. Vllazëria forcohet. Kur lihet këshilla për hatër, për interes e për tjera, ose gabohet në këshillim, jepet në mënyrë jo të duhur, se për këshillës të mirë është këshillosh në kohën e duhur, në momentin e duhur, mënyrën e duhur. Sepse ti mund ta kesh në rregull si parim një këshill, por se nëse ti gabon në formën e këshillimit,
dhe këshilla jo do të çon në gjë më të keqe, atëherë kjo nuk është më këshill. Kjo është thonë diçka e qoftë pra, nuk është më këshill e mirë, por është më të keqe. Allah na ruaj. Këshillojnë njëri tjetrin në të vërtetën, dhe vërteta është ajo që Allahu ka zbritur për detyrave që i kërkohet njeriu. Ose për detyrat kam qëllimin ato që janë detyrë për të vepruar nga të mirat, ose ato që janë detyrë për t'i lënë nga të këqijat. Wa tawasaw bis-sabr. Wa tawasaw bis-sabr. Dhe e këshillojnë njëri tjetrin me durim. Me durim. Më pas, autori përmend fjalën e Imam Buhariut për treguar radhitjen e rëndësisë. E thot, dia, thot Imam Buhariu, thot autori ka thënë Buhariu, Muhammed ibn Ismail, dia është para fjalës dhe veprës. Argument për këtë është fjala e Allahut madhëruar, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Është fjala e Allahut madhëruar, dije, mëso se i vetmi është urdhër nga Zoti, se i vetmi i cili meriton të adhurohet është Allahu. Pastaj çka ka thënë? Wastaghfir, kërko falje për gjunahin tënd dhe për besimtarët dhe besimtarët. Atëherë, në ajetin kuranor ne shikojmë që fillim me çfarë fillohet? Me dije. Pastaj vjen istighfari. Istighfari në kuptimin e parë bëhet me çfarë? Me gjuhë. Po përfshin dhe pendimin. Dhe pendimi si proces përfshin dhe fjalën dhe veprën. Apo jo? Sepse është kusht t'i largohesh gjunahit, ta praktikosh gjunahin dhe ka kushtet e pendimit që t'i kërkosh tjetrit pra ta kompensosh nëse i ke hyrë në hap e tjera tjera. Nga ky ajet kuranor Imam Buhariu që ka marrë nga shiukut e tij, nga dietarët e tij, profesorët e tij, profesorët e tij, që është Sufjan ibn Uyayna, nga tabiinët, dhe thot dia para fjalës dhe punës, veprës. Dhe surja Asr është nga surët më të rëndësishme të Kuranit, dhe çdo ajet dhe çdo surë është e rëndësishme, por se me ajetet e pakta që ka një mesazh shumë të madh që përcjell. Imam Shafiu thot për të sure, nëse Allahu i madhëruar do të zbriste vetëm të sure, do t'i mjaftonte njerëzve si argument. Pra do mjaftonte si ngritje argumentin ndaj tyre. Jo se do t'i mjaftonte si fe në tërësi, thënë dietarët. Së qëllimi i Imam Shafiut. Jo se në të pra i mjafton kjo sure dhe nuk ka detyrë të mësoj pjesët e tjera të fesë. Jo. Por se këto ajete kuranore do mjaftonin si ngritje argumentin ndaj çdo individi për atë që ai ka të obligueshëm nga feja. Dhe një herë mjafton surja Asr, kuptimi i fjalës Imam Shafiut, si argument ndaj gjithë njerëzve, ndaj çdo individi, për obligshmërinë që ka njeriu, pra ndaj Allahut, pra tek Allahu i madhëruar, prej detyrave që Allahu ja ka vendosur. Pra, nëpërmjet kësaj sure ai njihet me detyrimet që ai ka në fenë e tij. Prandaj është e domosdoshme që besimtari ti mirë kuptoj dhe ti kuptoj mirë këto çështje të rëndësishme, të cilat janë të domosdoshme të kuptohen para mësimit të çdo çështje që ka të bëjë me besimin e tij, me adhurimin e tij.
ose me moralin e tij. Dhe njëherë, ne i marrim këtë çështje, pra që dia është detyrë, puna në të është detyrë, thirrja në të është detyrë, dhe durimi në këto tre çështje është detyrë, si metodologji në kuptimin e asaj që do vitë dhe më pas, ose si një edukat që do të kemi në rrugëtimin ton për tek Allahu Azza wa Jall. Pra, gjithmonë në jetën ton do jemi të lidhur shumë fort me dijen, është kusht. Shumë fort me zbatimin e saj. Do jemi shumë të lidhur shumë fort me thirrjen në të dijen në të punë që ne veprojmë. Dhe do jemi shumë të lidhur fort ta dimë se është domosdoshme durimi në të tre çështje. Në çdo çështje të fesë që ti të mësosh më pas, rreth parë duhet ta kuptosh mirë, me argumentet që e përkatëse, rreth dytë duhet punosh me të, dhe thamë që puna me dijen ka dy aspekte, qoftë në lidhje dijen që janë lajme dhe njoftime, që ne i besojmë, qoftë dije që ka të bëjë me dispozita, që është e lejuar, e ndaluar, qëri për mbajtje atyre. Gjithashtu edhe ke thirrja, do të mësojmë edukatën e thirrjes së tjerëve, formën e duhur, në mënyrë që thirrja jonë të jetë thirrje në të mirë dhe jo thirrje që kalon kufit dhe kthehet në të keqe, dhe gjithashtu është domosdoshme të durojmë në këto tre çështje e para, sepse durimi është i domosdoshëm për besimin. Ka thënë sahabi nderuar Aliu radhiyallahu anhu, ka thënë imani ose durimi në imanin është si koka në trupin e njeriu, që s'mund të bëjë njeriu pa duruar. E lutem Allahun e nderuar të na bëjë që këto që ngjuam të ndobishme për ne. Janë çështje shumë të rëndësishme që besimtari ka nevojë të kujtojë gjithmonë, të përsërisë. Dhe e lutem Allahun e madhëruar që këto që ne mësojmë në atë mënyrën tonë t'ja përcjellë dhe tjerëve, tek familja jonë, tek të afërmit, tek vëllezërit tanë që ndoshta ishin sot. Dhe inshallah lutem Allahun e madhëruar të na bëjë që fjalët tona të jenë të qarta, të kuptueshme, të dobishme. Rreth parë unë shpresoj që do bie të jetë për mua rreth parë, sepse është nga format më të mira që nga shkaqet më të mira që një personi merr për forcimin e besimit, është thirrja në këtë rrugë, është mësimi të tjerëve, atë që Allah të mundsoj ty ta mësoj, të ta mësosh, pra diçka që ti e mëson vetë. Dhe ja përcjell të tjerëve është nga format, nga shkaqet më të mira që besimi jot forcohet edhe përqendrohesh më tepër në të vërtetë. E lutem Allahun e madhëruar ti udhëzoj familjet tona në rrugën e drejtë, fëmijët tanë gjithashtu ti bëj të udhëzuar në rrugën e drejtë, ti ruaj nga çdo gjë e keqe, nga çdo kurth, nga çdo dredhi që mund të kenë përreth. Pasha Zotit që është një, nuk ka sprovë të madhe ku shikon fëmijën devijuar. Ju dini shumë mirë historinë e Nuhut alayhis salam me djalin e tij. Është histori që ne lexojmë, janë ajete të përjetshme që do mbesin deri në ditën e gjykimit. Nuh alayhis salam u sprovua me djalin e tij, ai zgjodhi të kundërtën e asaj që zgjodhi babai i tij për të vërtetës. Dhe ishte pra kush i lexon pra ajet kuranore dhe kush e shikon pra e dëgjon si histori, preket edhe Nuh alayhis salam e kapi në të shmëria e babait sa gaboi në atë që i kërkoi Allahu Azza wa Jall. Dhe kërkoi Allahut falje për gabimin që bëri, por se nuk besoj të ketë sprovë më të madhe se sa kur shikosh fëmijën tat jo në rrugën e drejtë. Dhe gjithmonë besimtari duhet rreth parë t'i bëjë Allahut lutje shumë. Mos mbështetet tek vetja vet, tek fuqia vet ose tek aftësiteti. Por se t'i kërkoj Allahut madhëruar udhëzim dhe sukses në të mira. Dhe gjithmonë të jetë ai vetë shembull i mirë. Ai dhe nëna dhe babai. Gjithashtu atmosfera familjes të ngrohtë. Po së ndjell fëmia siguri, ngrohtësi në familje, me fëmin duhet
të hash buk, duhet të luash, duhet të udhtosh, duhet të marrësh në xhami. Duhet ta bësh të doj. Një profesorët tanë Sheikh Saleh Sindi thoshte sot edukimi më i mirë është ta bësh fëmijën shok. Ta bësh ti me ty. Sepse nuk do fëmija polic. Bëje, mos e bëj. Ik, estu, shko atje, nuk do të. Edhe gjëja më e mirë është kur e bën shok, e bën që ai të dojtë. Pra, duhet shumë kujdes. Dhe subhanallahu, s'kemi që ndonë. Allahu na dhënë sukses edhe na bëf që të kemi mos shikojnë sy tanë vëse të mirë këtë fëmijët tanë. O Allah. Me ka që mbyllë, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasul sallallahu.